Повторно, на почетокот на септември, од кога ќе почне со работа собранието, ќе го дадеме законот со кој што минималната плата ќе побараме да биде 600 евро. Sërish në fillim të shtatorit, kur të nisë me punë kuvendi, do të dorëzojmë propozim ligjin me të cilin paga minimale do të kërkojmë të jetë 600 euro. Jo 25.000 apo 26.000 sa që është tani, por aq sa u nevojtë e njerëzve që t'i arnojnë nevojat themelore, veçanërisht tani kur nis edhe viti shkollor. Nëse treguesit ekonomik janë aq pozitiv sa pretendon qeveria, atëherë rritja e pagës minimale në 600 euro duhet të jetë një nga masat e para. Përveç rritjes së pagës minimale në 600 euro, do të kërkojmë në përputhje me atë që ne e kemi punuar dhe realizuar në qeverinë tonë, madje që në 2 vitet e para, rritjen e pagave në disa sektorë. Pagat bazë të specialistëve, mjekëve në shëndetësi të rriten për 40%, si dhe me të njëjtën përqindje për të punësuarit në arsim. Qeveria udhëhequr nga Christian Mickoski tashmë ka hyrë në vitin e 3 të punës së saj dhe në asnjë fushë ne nuk shohim rezultate. Nuk shohim rezultate në ekonomi, në shëndetësi, në arsim dhe në bujqësi.